تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falenderojmë, salavat dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Ajo e cila na motivon të qëndrojmë gjatë në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala, duke fal namaz të teravive, namaz natës, ajo që na motivon me agjeru me orë të tëra për hir të Allahu subhanahu wa taala është xheneti i Allahut dhul xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi al-janna." Vini re, malli i Allahut është i shtrejt. Malli i Allahut është xheneti. Andaj në xhenet nuk shkohet me dëshira të kota, me pretendime. Mirë po, në xhenet shkohet me zemër të pastër dhe me vepra të mira e të shëndosha. Andaj me lejen e Allahut do t'i përmendim disa fjalë, disa vepra që na dërgojnë te xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Para kësaj, Allahu dhul xhelal thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna." Nxitoni drejt faljes së Allahut dhe drejt xhenetit të Allahut. Pra nuk po thot Allahu ecni ngadal, mirë po nxitoni, nga se secili prej nesh duhet me nxitu me bë vepra të mira për me fitu xhenetin dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E para gjë është ta themi shahadetin me sinqeritet. Dhe ta themi këtë lutje: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh", pas çdo avdesi të cilin e marrim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush e thot këtë shahadet pas çdo farzi, pas çdo avdesi të cilin e merr, ju hapen 8 dyert e xhenetit dhe futet nga cila derë të dëshiroj ai." Mirë po kjo fjalë nuk është vetëm fjalë e gjuhës. Fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah nuk është vetëm një fjalë që shqiptohet. Është një fjalë që besohet, që shqiptohet dhe praktikohet. Përndryshe nuk ka dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, nëse e lexojmë ajetin Kursi pas çdo namazi farz, kjo është prej shkaqeve që Allah na fut në xhenet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Kush e lexon ajetin Kursi pas çdo namazi farz, asgjë nuk e pengon që të futet në xhenet përpos vdekjes." 1 minutë banë dhikrin dhe thuje ajetin Kursi. Qofse nuk e din përmendsh, nxjerrë telefonin dhe lexoje. 5 herë në ditë po e bën këtë vepër e cila të fut në xhenet. Tani mendoje që sa vite nuk e ke thonë këtë lutje, që një herët është edhe ajet kuranor ndër ajetet më madhështore që përshkruhet Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu prej gjërave që na fusin në xhenet është nëse i mësojmë 99 emrat e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahida, man ahsaha dakhala al-janna." Allahu i ka 99 emra, 100 pa një. Kush i mëson do të futet në xhenet. Pra kush i mëson, u a di kuptimin, i beson këtyre emrave, e lut Allahun dhul xhelal përmes këtyre emrave, ashtu siç thot Allahu: "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allahu i ka emrat më të bukur, andaj luteni Allahun me këta emra. Pra ti mësojmë emrat e Allahut, t'ja dim kuptimin atyre, ta lutim Allahun subhanahu wa taala me këta emra. Gjithashtu, kërkimi i diturisë është prej shkaqeve që na mundson Allahu të futemi në xhenet. Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Ati që kërkon, ati që ndjek rrugë për të kërkuar dituri, Allah ja lehtëson rrugën drejt xhenetit të tij. Se ti përmes diturisë fetare
e nje Allahun subhanahu wa ta'ala, e nje fen islame, e nje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk ke mundësi të adhurosh Allahun pa dije. Andaj duhet ta kërkosh dijen, se përmes dijes do të arrish xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej veprave që na lehtësojnë hyrjen në xhenet është nëse e ndërtojmë një shtëpi të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e ndërton një xhami, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Andaj asa ki mundësi, kontribo për xhamiat e Allahut. Kontributi më i madh është me prezantu në xhami, mi fal 5 vaktet. Po ashtu nëse kërkohet pastrimi i xhamis, me kontribu. Nëse kërkohet diçka të holla kështu me radhë, me kontribu për xhamin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi edhe shumë vepra të tjera përmes të cilave Allah na mundson të futemi në xhenet. Këto ishin vetëm disa prej tyre. E lutim Allahun dhul xhelal të na jap xhenetin dhe ta lutim Allahun subhanahu wa ta'ala nga 3 herë të na jap xhenetin dhe të na mbrojë nga zjarri i xhenemit. O Allah, na jap xhenetin dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. O Allah, na jap xhenetin dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. O Allah, na jap xhenetin dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Thot xheneti, o Allah, futen xhenet. Dhe thot zjarri i xhenemit, o Allah, largoj nga unë. Andaj edhe kjo lutje është për shkaqeve që Allah na fut në xhenet. E lutim Allah na jap xhenetin dhe të na mbrojë nga zjarri i xhenemit. Walhamdulillahi rabbil alamin.